Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Diaspora shqiptare vion votimit për zgjedhjet e 11 majit. Deri më sot 45.34% e emigrantëve e kanë kthyer në Shqipëri për numërim votën e tyre. Më 14 prill nisi dhe dërgimi i zarfeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. 116.000 emigrantë nga 218.000 që i kanë marrë zarfet i kanë kthyer ato, ndërsa rreth 25.000 persona ende nuk i kanë pranuar zarfet e dërguara. Tashmë kanë mbetur vetëm disa ditë që deri më 11 maj në orën 19, rreth 55% e fletëve të mbetura të mbërrinë në Shqipëri dhe të numërohen për rezultatin përfundimtar në secilin qark. Italia kryeson me 20.6% të votave, pasuar nga Gjermania me 6.5% dhe Greqia me 5.6%, e cila po rrit ndjeshëm ritmin e kthimeve ndonse me ngadalësi. Ministri i Drejtësisë i Shqipërisë, Ulsi Manja, premtoi plotësim të vakancave në sistemin e drejtësisë deri në fund të vitit 2026. I ftuar në një studio televizive, Manja u shpreh se nga procesi vettingut u larguan 53.7% e gjyqtarëve dhe prokurorëve. Sot nga një problem sistemi me vakancat e krijuara, por kemi shkollën e magjistraturës. Nëse para reformës në drejtësi kishim 408 gjyqtarë, duhet të shkojmë te kjo shifër. Aktualisht 246 gjyqtarë sot janë në sistem dhe 106 shkolla në magjistraturë. Me strategjinë që kemi për plotësimin e vakancave në fund të vitit 2026, do të plotësohen të gjitha vendet bosh në sistemin e drejtësisë, u shpreh Ulsi Manja. Po ashtu, ministri theksoi se për të rritur eficiencën e sistemit, masat ligjore do t'i paraqiten shumë shpejt parlamentit. Të gjitha bizneset që kanë pranuar të deklarojnë shfrytëzimin e tyre, 65% të totalit e kapaciteteve akomoduese për pushuesit të caktuar nga qeveria, nga sot deri më 30 qershor nuk do të kenë kontrolle tatimore. Në total janë rreth 1000 hotele që kanë pranuar këtë deklarim. Referenca e shfrytëzimit nga qeveria për hotelet, resorte dhe strukturat akomoduese erdhi si një masë për të frenuar fenomenin e mosdeklarimit real të numrit të pushuesve dhe të dhomave të shfrytëzuara. Për fazën e 2 sezonale, nga tetori deri në prill, norma e shfrytëzimit për strukturat është rreth 30% e totalit. Bota. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshjen me Ukrainën për shfrytëzimin e përbashkët të burimeve të saj energjetike dhe minerale. Pas muajsh negociatash të tensionuara, të dy vendet kanë rënë dakord të krijojnë një fond investimi rindërtimi për të nxitur rimëkëmjen ekonomike të Ukrainës nga lufta e saj me Rusinë, raporton BBC. Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, ka thënë se kjo tregon se të dyja palët janë të përkushtuara për paqen dhe për begatinë e qëndrueshme në Ukrainë. Për Kievin, marrëveshja shihet si thelbësore për marrjen e ndihmës ushtarake të SBA-s. Ukraina besohet se ka rezerva të mëdha të mineraleve kritike si grafiti, titani dhe litiumi. Ato janë shumë të kërkuara për shkak të përdorimit të tyre në energjinë rinovueshme, aplikimet ushtarake dhe infrastrukturë industriale. Presidenti i Ukrainës ka bërë thirrje përsëri për sanksione më të ashpra kundër Rusisë. Volodymyr Zelenski pretendon se Moska vazhdon të ignorojë propozimin e SBA-s për një armëpushim të plotë dhe pa kushtëzuar. Pasi dënoi sulmet e fundit të dronëve rus, Zelenski tha se kishin kaluar tashmë 50 ditë që kur Washingtoni paraqiti një plan paqeje. Për më shumë se 50 ditë, Rusia ka ignoruar propozimin amerikan për një armëpushim të plotë dhe të pakushtëzuar, tha Zelenski. Vladimir Putin propozoi një armëpushim 3 ditor javën e ardhshme, por hodhi poshtë sugjerimit për një zgjatje dhe nuk ka rënë dakord me propozimin e Trumpit për një armëpushim të menjëhershëm dhe të pakushtëzuar, shkruan Sky News. Presidenti i SBA-s Donald Trump ka deklaruar se partneriteti ekonomik i sapo firmosur me Ukrainën për të zhvilluar burimet e saj natyrore mund të shërbejë si garanci e sigurisë për Kievin derisa mbrohet nga lufta e Rusisë. Trump tha se i ka thënë presidentit Ukrainës Volodymyr Zelenski në prag të funeralit të Papa Franceskut se do të ishte një gjë shumë e mirë nëse do të mund të prodhojmë një marrëveshje që ju ta nënshkruani atë sepse Rusia është shumë e madhe dhe shumë e fortë. I pyetur nëse marrëveshja do ta pengojë presidenti rus Vladimir Putin, Trump tha se mund, por pohoi se nxitja e tij për të rënë dakord për paktin ishte të rikuperojë koston e ndihmës ekonomike ushtarake të ofruar më parë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.